Në ditën e 24 të grevës së urisë së ishte përndjekurve, nuk është lejuar që të rikthehen grevës Arif Beu, i cili u largua nga kjo grevë 2 ditë më parë për arsye familjare. Koordinatorët e grevës kanë bërë thirrje që të mos pengohet njeri që t'i bashkohet grevës, duke pretenduar se grevistëve aktual do t'i shtohen edhe më shumë. E në qoftë se ata nuk i lejojnë në këtë çadër, do të vendosen në një çadër tjetër përpara kryeministrisë. Ne i themi hapur, në qoftë se do të ketë këmbgulje, po mos zgjidhjen e problemit të burgosëve politik, në qoftë se do të ketë kokëforci, ne mos ta detyroni, po ju themi si qytetar. Ndërkohë më herët grevistët kanë deklaruar nga çadra se janë viktima të indiferencës së shtetit, por ata janë të hapur për dialog, ndërsa deklarojnë se nuk do të largohen nga greva pa u plotësuar kërkesat e tyre. Çuditërisht, muri i heshtjes i ngritur me aq kokëforci nga organet kompetente të këtij vendi akoma nuk po rrëzohet. Ky mur heshtje, ky disinteresim i organeve për të dialoguar, për të gjetur mundësinë e zgjidhjes për kërkesat që kemi ne, tregon edhe një herë pa shpirtësinë e atyre që e kanë në dorë për ta zgjidhur këtë çështje dhe nuk duan që t'i japin zgjidhje. Paradite një grup i vogël mbështetësish të grevës u mblodhën para kryesisë së parlamentit. Koordinatorët kërkuan zgjidhje ligjore të kërkesave të tyre dhe kërkuan ndihmë për grevistët, pasi gjendja e tyre është shumë e rëndë. Shikojmë gjendjen e grevistëve që është tepër kritike, shenjat janë dalluese, të vjedhura, dhimbje barku, tension, dhimbje këmbësh, shumë gjëra të tjera. Shirat kanë bërë punë e vet, shiu është futur në çadrat, grevistat rrinë në ujë.